Miqtë e gazetës në Voguz dhe televizionit Dugagjini. Edhe sonte kam të ftuar një emër shumë të njohur në gazetari, me përvojë të gjatë në raportime, debatin publik dhe media. Do të flasëm për rolin e gazetarëve, për debatin publik, për trendet e kohës dhe për atë që shpeshherë e quajmë çmenduri kolektive. Këta që tashmë po e shohim çdo ditë e po ballafaqohemi secili prej nesh nëpër rrjetet sociale. Kam kënaqësinë me pas në studio të ftuar Mimoza Koprani Muçaj. Mimoz, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Të falenderoj për kohën, për ndryshe nuk të shoh shpesh. Ty qenë intervistuar, Po më shëni në rolin tjetër. Tu intervistuar tjetër. Pe që ti roli, çu duket, a është më e lehtë më intervistu a me intervistu dikën? Vallai s'di çka të them. Shpesh herë ndodh që është e njëjta gjë, sepse nuk mundesh me qenë komod edhe në rolin kur je një koçer dhe interviston tjetrin, sepse tashmë e den vetë përgjegjësia, koncentrimi, përqendrimi, çka thot tjetri, ndërlidhja e diskutimit, nuk është ideja e intervistës, pyetjet e rreshtume në një fletë bardh, edhe marrja e përgjigjeve si themi kështu shablon. Gjithsesi edhe duke qenë në rolin e një koçirit, intervistuesit është mjaft sfiduese. Po natyrisht me që nuk e kam shpesh këtë rolin tjetër, me u intervistu pak ma vështirë ndoshta, me dhënë përgjigje dura. Unë kam pas të lashe, sidomos këtë para kamera, për një kohë gjatë kur ushtron zanatin gazetat e shkrume, që lapi vajtojmë që nuk i kemi më, por ti megjithatë keni karrierë gjatë edhe drejtuese e emisionit. Që sa vjet po i bën gazetari? Në gazetari në qershor, viti 2026, i bëj 26 vjet. 26. Kam fillu punën në KTV në qershor të vitit 2000. Faktikisht pak para qershorit kemi pas fillu disa përgatitje, por ende nuk isha kontratë, ende një përvojë, një punë testuese. Po në qershor të vitit 2000 kam fillu me kontratë edhe sot jam aty KTV. Më thonë nuk kam punu media tjera, vetëm televizion. Nuk kam punu në gazetë, edhe pse kemi portalin, ndodh që angazhohemi me ndonjë opinion ose diçka, informacion, furnizim të portalit me ide, me informacione, po nuk kam përvojë në media tjera, vetëm televizion. Mimoz, nëse i kthemi qasaj kohe, edhe flasëm pak prej gazetarisë, që kemi bën ato vitet e para pas shtjerimit, e në këta që për shohëm sot. Me po krasim? Nuk ka krasim. Ka të pa krasim. është e pa krasuar. Ka jarë kërpe në vetën, ti u kalëzu që kena bo gazarin, po më duket si... Para histori. Ta po më qyri si një plaka, pëti që i këmë po një 70 vjetë me... Po ndryshimi shumë i madhë, për një kohë ka shkur me pësu të në këtë ndryshim. është transformimi ma i madhë që ka ndodhë nështë në pak vite, dhe këto ka shkaktu digitalizimi i medias, online e ka shkaktu. Nuk ka të krasu mënyra se si kemi bo ne gazetari vitin 2000 e tutje me sot. Ka qenë koha kur ti me patjetër është dashur me i kalu 100 ma shumë kilometra për me kap një lajm, sa do i vogël që ka qenë. Me kalu krejt ditën jashtë, me harxhu shumë energji e kohë, me prodhu një kronik 2 minuta. Tani një kronik 2 minuta e prodhon secili prej vendit ku është i ulën. Qa presionin ka me mush gazetën shkrim. Absolutisht, ka qenë krejt ndryshe ka qenë bamit gazetari. Nuk e mujt me marrë informacionin as me telefon, madje se nuk ka ekzistuar as telefoni i dorës. Ka ekzistuar vetëm telefoni fix dhe ato e kam patur nësha institucionet, po jo të gjithë kam patur i telefon fix. Me patjetër është dashur prezenca në vendin e ngjarjes për me kriju storjen, me kriju lajmin, po definitivisht ka qenë periudhë shumë e mirë në kuptimin e informimit të njerëzve. Se sot njerëzit kanë shumë media përpara, pafundësisht media, po kanë përshtypjen që janë më pak të informuar, sepse bombardohen veç me përmbajtje, po ato përmbajtje shpeshherë përmbajnë shumë pak informacion të sakt, informacion të filtruar, informacion të verifikuar. 80% e këtyne që sot konsumojmë ne janë lajme të ricikluara, lajme të ripërpunuara. Dikush e nxjerr një gjysmë të vërtete dika online dhe ajo shpërndahet si virus, jo rastisht përdoret shpreha virale.
Thot me aq shpejtësi shpërndahet, me aq shpejtësi tjetërsohet. Sa ma e vërteta nuk nxe vend me demantu qatë të pavërtet. Ideja është apo informohen njerëz a çfarë po ndodh. Edhe me të vërtet njerëzit kanë të drejtë shumë shpesh që thonë që ma nuk din as kujt i besojnë, nuk din as kënd ta lexojnë se është kriju një farë kaosi në tregun mediatik. Pavarësisht që disa prej medjave, ato që dikur kanë qenë media konvencionale, media tradicionale, ato ndoshta me shumë vështirësi, me shumë sakrificë, me shumë mund e kanë ruajtur profilin e tyre, duke tentuar të mbeten media serioze, duke tentuar të mbeten media të besueshme, pavarësisht se kjo po ju kushton shumë, e kanë ruajtur, por për lexues, nëse e qesin veten në pozicionin e lexuesit, shikuesit, është bërë shumë e vështirë me gjetë informacion të vërtet me përmbajtje të verifikume. Sepse tash është trendi i gazetarisë titujve, të bombardojnë titujt, sa ma senzacional, sa ma provokues, po kur futesh e lexon përmbajtjen, shet që nuk ka asgjë, absolutisht ai artikull, ai shkrim nuk përmban asgjë. Përveç një titulli të zgjeruar edhe me 2-3 fjali tjera. Kemi ardhur në një situatë ku gati shihet e pamundshme, nëse për një më mundohemi me i rujt qëto kritere profesionale, etikën gazetare, verifikimin e informacionit. Është e pamundshme ekzistenca për shkak se të krijohet përshtypja se ajo që krijohet ma lehtë, ajo që është e paverifikueshme, ajo që shpeshherë është gënjeshtër, e trilluar, ajo që më shumë ka emocion se sa përmbajtje ose një rol çfarë duhet me pas media, është shumë fish më e madhe sa që kjo ndoshta që një pjesë e madhe e përcakët e edhe media dhe gazetarëve që dojnë këtë zanat po mundohen me rujt në fanatizëm, si me thonë me. Edhe ka më bërë dhe më e vështirë në të ardhmen, shkëlqen. Unë shoh se ka më bërë dhe më e vështirë në të ardhmen, për shkak se tash do të kombinohet edhe inteligjenca artificiale në mas të madhe në përmbajtjen online, edhe dikur ka me qenë shumë e vështirë me verifiku, është përmbajtje e krijuar prej gazetarëve, medjave, është përmbajtje e inteligjencës artificiale, që tani shohim se shpesh krijon dilema, ndoshta jo për mua, për ju, për ne që jemi komunitet i gazetarëve dhe e kemi, si thua, tjetër sens të nuhatjes të informacionit, po për masën e gjerë që nuk ja vënon mendjen mirë se çfarë përmbajtje është, dikur ka me qenë shumë e vështirë. Ne po jetojmë kohën në epokën e algoritmit. Algoritmi është redaktori i lajmeve sot. Algoritmi është ai që përcakton shpërndarjen, nivelin e konsumit, përhapjen e shpejt informacionit, pra nuk është më ajo media, hierarkia, siç ka qenë dikur. Redaksia me një hierarki e përbame prej njerëzve profesionist, duke nis prej redaktorit, gazetarit, kamermanit, realizatorit, montazherit e tjerë, sot gazetaria është një njeri me një telefon dorë që futet online, mbledh disa informata, një këtu, një aty, një diku tjetër, e krijon një titull bombastik edhe mjafton. Shpërndan, ajo shpërndohet me të madhe, multiplifikohet shumë, konsumohet shumë, nxit debat, nxit reagime, sa më shumë reagime, aq më tepër algoritmi e kap edhe shfaq të njerëzit dhe është bëj vështirë tash, po nuk e di si ka me qenë të ardhmen. Të ardhmen ka me qenë edhe ma problem me dallu çka është e vërtet, çka është rrem. Nuk me fillu me krahasu me atë që tha me vitin 2000 është e pakrahasueshme. Mimoz, ndoshta që unë mundona me reflektu pak edhe në këtë ndoshta qëtu gabimet ose huqet që bëjnë ana si gazetar. Për shembull, më kujtohet në kohën kur ju ka 4 gazeta, 3 televizione, ju ka 2 revista, që ju ka një 20 fish ose 30 fish më shitura se sa nështë koaditore zëri Kosova sot. Mirë po, mediat nuk kanë nga qëto media me u bo krejt me content çfarë ka pas Kosovarja. Me përmbajtje roz. Kosovarja, me sa dijon. Përmbajtje roz. Po, përmbajtje roz.
edhe nuk janë prirë mas qësoj. Sot, unë që më vjen mas shumë t'i keqë, ndoshta që unë po konsideroj që një pjesë e madhe, ndoshta edhe po i kontribojnë qësoj, është që na, si me thonë, po hjekum dorë pak, ose pe sakrifikojmë që të zanatin tonë, për shkak se influencerat, edhe që kjo përmbajtje, e që tyri njerëzve po ka ndikim më të madh në ato që quhet sasi. Po. Nuk ka pas nevojë me ushit 100.000 kopje ku aditore zëri. Po ndikimi tyne u ka shumë më i madh edhe pa qatë tirash. Krejt atë standarde ka shkatru online. Online ka A kena mujt me urujt pak frishta? Nuk ke mujt me urujt, unë besoj. Për shkak se algoritmi ndjek ma tepër këto, pra senzacionin, emocionin, provokimin, se sa A informacionin duhet domosdoshmërisht Sot, po ta marr një shembull. Në kohën kur po flet për gazetat dhe televizionet konvencionale, kronika e zezë ka qenë me iniciale. Sot vdekja e dikujt, tragjedia e dikujt, është përmbajtja më e madhe që konsumohet online. Edhe viktimës edhe kryesit vetë. Absolutisht. Sot e senzacion u vra, kush u vra, pse u vra, çush u vra, do të thonë, çaq përmbajtje krijon vrasja, qoftë një vrasje e rëndomt. Nuk ka vrasje të rëndomt, por qoftë edhe një vrasje që nuk ka motive politike, motive për ndjekje, për shkaqe, për arsye, çështje sigurie etj. Edhe zënkat më të vogla familjare sot bëhen lajm. Pra, algoritmi ndjek këtë dhe mediat për fat keq, po ndjekin algoritmin, po ndjekin trendin. E këtu ka pastaj plot faktorë të tjerë që mund t'i përmendim pse. Mund t'i përmendim pse ndjekin mediat këtë trend të online-it. Për shkak të mungesës financave. Okay. Mediat mos madhe kanë qenë të varura nga bizneset. E sot bizneset përdorin online-in, nuk ka nevojë më me dërgu reklamat e mediat. Televizionin, gazeta me pagu parat majme për me reklamu biznesin e tyre. Gjejnë hapësirën e tyre në internet, reklamojnë aty, përjedhojnë mediat kanë vetë pa financa. Ato që vërtet janë media dhe kanë të rregulluar edhe marketingun. E media tjera që janë krijuar nga subjekte politike, nga grupe interesi, nga ku ta diun nga çka, ato dhe mbijetojnë. Sepse kanë mbrapa dikë tjetër që ka interesat e tjera, media e mban si cover, si mbulesë. Po mediat që kanë mbijetu kryekput prej marketingut të rregulluar sipas rregullave fuqi, ato po vuajnë sot për financa dhe me patjetër duhet ndjekur këtë trendin e online-it. Nëse them më herët që më përpara shumë më tepër kanë qenë të lexuara ndoshta revistat, këto që kanë përmbajtje roz. Është një revista që bëshin si trillime për... Po, e kam lexuar një hulum tem shumë interesant, që thot që njerëzit janë të prirur me konsumu kësi lloj përmbajtje të lehtë. Janë të prirur me bashkëndje me tragjedinë e tjetrit, me zhvillimet, me ngjarjet që janë personale që edhe vetë mund të kalojnë në gjëra të tilla. Janë më të prirur me konsumu, me lexu këtë përmbajtje, se sa zëm një informacion ku ndërthurët informacion, biografi, histori, rrethana tjera, analizë etj. Pra ajo që konsumohet më lehtë, gëlltitet më shpejt, lexohet më shumë. Shtypiroz. Me i pa algoritmat, horoskopi është kronika më e lexuar në portal. E beson që horoskopi është kronika më e lexuar në portal. Pastaj vijnë lajmet roz, showbiz, pastaj sport e tjera, do thotë njerëzit janë të prirur me konsumu atë që është më lehtë e perceptueshme, edhe që nuk do shumë ngarkesë, si thua, koncentrim, përqendrim. Jo rastësisht, po ta përmend një shembull, jo rastësisht intervistat e Ismail Kadares, gjeniu të letrave shqipe, të një analisti briljant të politikave, të një njeriu që ka pas shije shumë të hollë për kulturën, për artin, për të bukurën, janë tepër pak të shikuar në YouTube. Unë e kom bë. Shikoj intervistat e Ismail Kadares, nuk arrin ndoshta
asnjëna mbi 40.000 klikime. Për intervista Ndërkohë e keni idiot TikTokut që i ka 1 milion shikime. për intervista me një më video. të rralla, se të edhen që ai nuk ka dal me vjet në për intervista kur e ka pas, reklam, po më duket klauni e ka pas. Kjo puni ka para 70 vjet, 80 vjet. Jo, a disha e paçi në Facebook, u ka një farë krahasimi që i ka pas 25-30 vet online të këshyr. Atë njëjtën kohë bëj keni diçka që si budallakie ka një kanal i YouTube-s, që si çap po janë këto tash, i ka pas dikon për 10.000, 15.000 vetë që i ndjek online. Pikërisht fakti që ai ka dhënë intervista shumë rrallë, do duhet kishte shumë më tepër. Sakt. Shikues shumë më tepër, ka dëgjues, publiciteti madh asaj interviste. Edhe e këshyrshin 20-30 vet. Intervistat më të mira të Ismail Kadaresi kanë 40.000 klikime, e një influencer TikTokut ose prime Big Brother 300-400.000 vet kështu. E po tani ajo nuk dua të diskutoj. Ç'është është tema mimoz. Për reality show do të më qenë sociolog, psikolog. E mora krahasimin me revistat e kohës dhe gazeta. Këtë edhe njerëz e asoj koha që i kanë drejtu mediat, e kanë ditë që ndoshta tirazhi është shumë më i madh nëse ti e ndjek interesimin publik. Po media e ka për obligim me ndjek temat që kanë interes publik. Domethënë që kanë rëndësi për publikun, që kanë rëndësi për vendin. Domethënë koaditore zëri 2-3 mediume, ndoshta e kanë bërë këtë gazetarinë e fortë, ku ti ke bën hulumtim, ku ti jeni far lloj e ki rolin dhe misioni i gazetarëve është ku ti jeni far kujdestari i kësaj që quhet e mirë publike, buxhetit shtetit, qeverisjes, qytetëve tema. Por e kanë ndjek qytetarë për shkak se pesha dhe rëndësia unë shumë e madhe që saj se sa nështë me ushit tirazhi i gazetave 20.000-30.000 kohë. E qartë, por... Tash që tu debati publik, edhe po du me dalte ajo që që sa vite drejtoni një debat që me gjithat nuk është i njëjtë dhe i krahasueshëm me këto tjerat që po flasëm. Por që këtë debat publik në Kosovë, prej media, a është ju bo me qata që ishtë dasht me bo mediat, edhe kanë obligim dhe mision, që ti me debatu në emisionin tanë, edhe në emisionet tjera në prime time kohën, me shikueshmëri më të lartë. Që ajo që është interes publik, a shka për interesën publikut. Shka tërhek vëmendje më të madhe. Në radhë parë nuk po du me t'inglu si kritike e gazetarëve. Unë kam qef me ka vetë kritik na për komunitetin tonë para se me na kritiku dikush tjetër. Por gazetarë kanë betur shumë pak. E thash më herët që sot ka media shumë, gazetarë ka shumë pak. E ato media shumë ekzistojnë falë këtyre pak gazetarëve, sepse siç thash, këta pak prodhojnë e këto tjerat kopjojnë ose vjedhin përmbajtje. Me një fjalë edhe ashtu mbjetojnë. Tu e shpërnda përmbajtjen e tjetrit. Kjo po ndodh. Po ndodh tash sa kohë e për fat keq ata që janë gazetarë vërtet po e vuajnë këtë. Po e vuajnë se nuk është e lehtë. E din edhe vet nuk është e lehtë me mbajt një redaksi me një grumbull të madh njerëzish, profesionist që megjithatë kanë integritet, kërkojnë pagë dinjitoze, nuk është e lehtë me i majt. Ata njerëz me financa, me nder, pa shpëla parë të dikujt tjetër, pa shantazhu, me rujt integritetin që the, me rujt misionin që ki me bo gazetari, pra janë pak njerëz ata sot, e janë shumë të tjerë që riprodhojnë produktin e tyre. Nuk po du me t'inglu sot kritike atyre pak gazetarëve, po kritike krejt kësaj që ka po ndodhë. Krejt këti mishmashi që të ndodhë në tregun tonë se nuk janë me krejt media. Nuk mujën e me quj dikën media që është një njeri dhe një telefon që e merë përmbajtjen që kum krijuon, veç janë ndrën pak titullin, e hedh këto dhe fiton lek me përmbajtjen e dikuj tjetër. Ma në qëtu e kam një problem, Mimos. Se na krysh du të me qenë vetë kritik. Na muj me folë për profesionalizmin. Ma i kërkunu edhe për i media, qëtu e shoh fatkeqësinë, që ma i kërkunu bo për i media qaj një profili tillë, që nashta në gjallë debat, diskutime, shami, ofendime. Ma interesim i media, ose televizione, ose debate, u bo për qatë profil
njerëzve, se sa nashta një gazetar profesionist. Unë mendoj që ka gazetar shumë profesionista, ta thash privatisht pare, janë me dhjetra që më kanë shkruajt në intervistën që e bata me Serbeza Agjian, ku kemi diskutuar në këtë rrafsh çfarë po flasim edhe sot. Domethënë, percepcioni i njerëzve krijohet me një 10-15 figura që janë ty defiluna për debatet publike, e që pjesa 80% e tyre nuk janë gazetar hiç. Edhe është kriju që kjo farë edhe tash e kena një, po du me dalë tash të kjo paragjykimi masës, ose që e quajmë shpesh kjo çmenduria kolektive, edhe sulmet që na u kanë që bën ndaj media, ku keni qenë edhe ju një herë viktime një fushate tegër, që u bë me shami me ofendime këtu. Domethënë ai na ty kontribu na vetë kësaj, se na duhet me pranu, nëse jemi ty e bë dikon, nëse jemi ty dështu dikon, na duhet me sjell debat brenda këtij komunitetit ton. Është e vërtetë, është e ai jemi ty e deviju që zanata, po dojna me rujt edhe pak me rujt një kurriz shtyllën kurrizore të zanatës. Fatkeqësia më e madhe është që tregun medial pra janë shfaq një grup i njerëzve të tillë, edhe me mënyrën se si po bojnë ata gazetari, po tentojnë të krijojnë standard të ri në gazetari. Që një gazetar i ri sot, dikush i futët sot tregut Mediatek, i merr për shembull ata. I kopjon ata. I merr si role model. Domethënë, ç'ky është rreziku? Ç'ky është rreziku që nuk i dashur më na ndodh. Për shkak se ai grupi njerëzve që thoni ju janë le të themi viktimë e trendit. E unë po du me besu që ky trend është kalimtar. Do të jetë kalues. Njerëzit megjithatë do të ndërgjerësohen edhe do të mësohen me e bë dallimin. Kush po bën media për një me, kush po e ruan atë rolin, misionin që thatë më herët, misionin fisnik që e vërteta duhet verifikuar, duhet konfirmuar e pastaj plasuar në opinion publik, e jo të shërbehesh me këto thash e thame, tha ky, tha ai, tha kështu, tha ashtu, edhe të krijohet një narracion, një perceptim, një fushat, një linçim ndaj dikujt është shumë e dëmshme. Në afatgjatë është shumë e dëmshme. Ndoshta për momentin nuk i marrin si shumë tragjike se aq shumë ka përmbajtje të pa verifikume, saqë edhe për drejtsinë është problem i ndjekma. Ma herët e përmend epokën kur kanë qenë 4 gazeta, 3 televizione, disa radio, të gjitha mos them të kontrolluara, po të rregulluara nga regulator, televizionet rregulluara nga regulatori KPM, gazetat nga KMSHK, edhe radiot po ashtu nga KPM, do thotë fjala e thënë ka pas shumë pesh. Ka pas shumë pesh se nuk i mujti me thon diçka dhe me kalu pa u ndëshku. Pa u ndëshku qoftë financiarisht, qoftë tu procedu te organet e drejtësisë. Sot kush e kontrollon online-in? Po me kush e mbikëqyr, se me kontrollu është fjalë shumë jo e duhur në këtë moment. Nuk është rregull as me u kontrollu, po kush e mbikëqyr çka po ndodh online? Kush merret me atë çka po ndodh online? Edhe nëse ankohesh te organet e drejtësisë, ndoshta duhen vite për të marr dikush ndonjë nga gjyqtarët me ankesën tënde që ke dërgu. Edhe fundja njerëz thonë, a vlen mi kalu disa vjet me avokate me gjyqë, heqin dorë krejt, për rjedhoj askush nuk merret me përmbajtjen online. Pra është një treg komplet i parregulluar, komplet i çakordum. Kush çka don hedh, kush këndon e linçon, kush këndon e ofendon, e fyn, e poshnon, edhe kush kërkujt. Thotë kjo është rreziku e që disa prej mediave, që megjithatë deri në një farë momenti kanë pas një farë serioziteti, nuk i dashur me shku ka ajo. I dashur pak a shumë. Tashi secili prej nesh ka qef me qenë i shikum, me pas. A të ndosh në herë me pas një panel tillë? Nuk është se të ndohem, po më thonë të drejtën, vjen keq ndonjëherë. Shkeli pak do kriteret tuat, e që janë çaja gazetaria që na e pretendojmë, për hir të audiencës më të madhe ose aktina show-t mediatik. Ndoshta të ndon fakti kur shet që është një temë shumë sensacionale, shumë pikante dhe ti e din që po që se e trajton sonte në debat, ka me qenë top me shikueshmëri. E këto janë kryesisht debatet që kanë ngjyrime religjioze, po që se i prek ato lloj debate, e din 100% që shikueshmëria ka me qenë ose edhe politike nëse shkon pe një ekstremin e ekstrem tjetër. Ose ekstremat politike, ose këto senzacionet e jo mendim, jo analizë, po përplasje. Nuk është se më tundon për shkak se tash nëse e formu
je dhe vend në një medium Sakt. për 26 vjet ku ke ndjek një politikë caktuar redaktoriale e din me saktësi çka është e mirë, çka është e dëmshme për shoqërinë. Po për te tundimit të vjen keq ndonjëherë pse intervistat që janë super të mira, e din se ke pas një bashk bisedues briljant, me shumë përmbajtje, me shumë cilësi në ato që ka thonë janë tepër pak të shikume, ndërkohë eshe një debat tjetër ku njerëzve që nuk janë qu me u përlesh fizikisht, me sharje, ofendime, fyrje, ajo është super e shikume, të vjen keq jo prej vetës, po prej degradimit të shijes të opinionit. Çka po prodhojmë na? Çfarë lloj shoqënie jemi na që dojmë konsumu veç dhunë? Se megjithatë disa prej debateve po përmbajnë edhe dhunë verbale. Edhe kur e sheh që njerëzit e dojnë që atë lloj gjuhe, të vjen keq. Tash si duhesh me zgjedh apo do me i kontribu çasaj dhunës verbale që në një moment ty të sjell shumë shikime, shumë popularitet, po në afatgjatë shumë e dëmshme, është e dëmshme për fëmijët e mendra parë, për fëmijët e to, për të tjerë që konsumojnë atë lloj përmbajtje. Se kjo nuk po ndodh vetëm me debatet televizive me natyrë politike. Kjo po ndodh gjithandej edhe në këto debatet e pasdites ku diskutohen çështje familjare, ku diskutohen lloj tragjedi njerëzore ose çka po dione, figura të showbizit ose edhe në ato ka shumë përmbajtje të dhunshme të gjuhës. E pikërisht ato bëhen shumë të shikume. Po dhe emocioni. Jemi në një situatë kur jemi në një situatë kur këto ndoshta më mirë shpjegojnë ata që studiojnë këto fenomene, sociolog, psikolog se sa unë, si pjesë e komunitetit gazetarisë. Që edhe një dam tjetër që unë po e përmeni shpesh. Për shembull, në gazetë nuk i ka dalë fotografia, nuk u dalë kështu, po kanë kogja privilegj së cilit ata që na e quajshëm burimi tretë ose që dojshëm ja marrë një mendim në cilësinë e ekspertit, profesionistit fushës. Mendem ku kanë me 10 falënderimi të jepke që tipi ja jep mundësinë ai me dhënë një kontribut në një medium ku caktun. Që krijon opinion. Se secili njeri që është me një ngritje profesionale e nin për një obligim për me dhënë kontribut në komunitet me mendimet, idetë e tina, me profesionalizmin e tij. Sot e shohim që krejt këta njerëz, edhe me që i kemi, e që janë shumë mirë që mund me dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në tema të caktuara në debatet që krijohen, hezitojnë me ardhmë. Hezitojnë se po dojnë mi u shmang, pikrisht po dojnë mi u shmang ekspozimit që saj dhunës verbale. Unë e kritikoj shumë për ndryshe Mimoz, se i thamë qërë si më thonë, t'ju rujt t'ju step që atje dikon do qoshe, ju jeni aty adha mundësin se cëllet njeri për me parë. Po në anën tjetër edhe kur nëse vën vetëm pozitën e tyre kanë të drejtë. Kanë të drejtë se shpesh herë privatisht ma thonë. Në kisha ardhë me qef me folë për që temë, po kanë frikë se bashkë bisedim me sipër, dikush pa takt të shasët edhe në një moment nxjerr pi vetvetes. Dikur je live edhe humb durimin se ka njerëz shkëlqen që janë shumë të qetë, shumë të matun, po ka tjerë që prej një fjale të bashkëbiseduesit ju ngritet temperamenti. Jo, ka hu pak edhe besimi se pja keq interpreton, pja prejnë shkurt, pja nxjerrë titull bombastik. Ka frikë pi vetvetes se humb durimin, thot diçka që nuk ish dosh me thonë, pastaj ajo kputet, plasohet online, nxit gjykimin publik tej në ekstrem edhe pendohet çka ka thonë. Çta njerëz i bojnë çto kjo i bën ata njerëz me hezitu, çka unë nuk i gjykoj se kur me rast edhe unë jam hidhur kështu, pse s'po vjen je shumë i mirë, ki ekspertizë, ti ai duri që duhet me fol për këtë temë. Edhe ma kanë spjegu për këto arsye nuk du me u shfaq media. Gratë kryesisht e kanë këtë problem. Unë kam shumë problem. Njerëz që shajnë edhe ofendojnë, që kjo armata e shtyne shmendurive online, nuk e din sa është i dëmshëm që kjo, apo nuk e din çu e përjeton, se ty mund më asha dikush online këto. Jo shmenduri, kjo është unë ka jeri quaj edhe malama maran për shkak se qërë, nuk e din peshën. Nuk kanë vedije. Jo, na duhet me tregu këtyne njerëzve edhe me ja përsërit për çdo ditë.
që në momentin kur e kom përmend disa herë, quhet ai Pik Kaçanikut atje, edhe në mënyrën më banale dhe brutale, s'len gjë pa të shkruar, pa të shohë, pa të ofendu. Na i kena do njerëz, na jena familjar, do të me i kuptu preket edhe ata njerëz, prind ton, preket njerëz ton, rrethi jonë. Por unë e shoh një aspekti tjetër. Ata njerëz janë njerëz ndoshta që kur njet nuk kanë pas rast me fol në sferën publike, me dhon mendim tyre, me dhon opinion për po duhet më kallëzu se kur piqet para gjykate atje kur po shkojnë burg tani po i është vetëm herë ku atij personi i dëgjohet zoni për diçka. Kjo platforma online dhe ai mendon që të fol aty po vjen shprehje opinioni i tij, ndoshta ndonjëherë pa e mat fjalën që duhet me thonë. Thot ato që s'duhet me thonë hiç. Mandej mundësia për me u shef mas profileve të rrejshme e ka përkeqësu shumë këtë gjendje, që gjykimin publik. Edhe që deshta më thonë pak më herët, problemin më të madh e kam me gratë. Gratë janë ato që hezitojnë shumë me u shfaq në debatet e ndramës shumë profesionistë, njerëz që i njohim na. Absolutisht, unë një plot gra që janë fantastike në profesionet e tyre, janë të përgatitura, janë të arritura në profesion, kanë shumë informacion për problemin që du me trajtu, për fenomenin që du me diskutu, po thjesht hezitojnë pikërisht u friksu prej gjykimit publik. Një deklaratë të tyre e keq interpretume ose e keq shkurtume prej atij që që nxjerr deklaratat edhe i plason rrjetet sociale, asaj mund t'i kushtoj me cenim, me lëndim të integritetit. Komplet situatën e njëjtë pa të para 2 javë me producentën tonë. Do më u bën një përsekutim kolektiv, kështu për një deklaratë që krejtësisht ishte kundërta asaj na që e ka. E nuk po më kujtohet me cilin. Me Era Berishën, një deklaratë që janë nxjerrën prej po ndodh shumë çka brenda ditës, shumë problem me ditë në çfarë konteksti, po e marr me mend. E marr me mend se si është deformu, si është keq interpretuar dhe mandej vjen njëri në pozitën kur si një fjalë të veta më. Saktë, vërtet. Kjo i bën njerëz me hezitu. Kjo e ka bërë shumë të vështirë edhe të bëmit media, edhe të bëmit debat, edhe gjithçka është tepër e vështirë për ata që duan ta ruajnë profesionalizmin. E për të tjerët që paguajnë për debate të tilla, sepse u duhet përmbajtja për klikime, u duhet përmbajtja për nxitje të algoritmeve, nuk është problem. Po tash jemi në një situatë tillë, po them, po shpresoj që është kalimtare, është influencë e momentit, është ndikim prej trendeve dhe globale. Shumë faktore. Por që jemi t'ju dhoni kontribut edhe na si media, pavedishëm të dëmtu shumë që të profesion tonin, e rolin tonë, dhe që kjo është shumë e vërtet. Po, e vërtet është. Se a përdin qysh, një pjesë e madhe e jona e din shka është interesi publik. Po, shkelzem, po është shumë probleme edhe me i gjyku në qëtë moment edhe gazetarët, edhe media, se vërtet është bosh shumë problem bjetesa. Thash ma herët, mediat kanë bjetu prej bizneseve, bizneset që kanë reklamuar të mediat, sot bizneset nuk reklamojnë të mediat si më herët. Nuk reklamojnë sepse e prodhon një reklamë dhe e sponsorizon vetë që në rrjetet sociale. Nuk ka nevojë me shku te mediat për me përçu produktin e tyre te konsumuesi, te blerësi. Në çfarë pozite janë mediat, ato që janë media për një me patjetër pa dashjen e tyre ndonjëherë bin viktime çdo trendit të online-it. Për fatin ton të keq. Se allaj reklamuesi manej, allaj reklamuesi nuk pe ka që të vedijet të larë që me vlerësu, nështë që maj mirë është një content me një përmbajtje. Po reklamuesi biznesi she hesapin e vetë, shkelzen. A i she ku e ka interesin e vetë, me pagu pak, me pas shpërndarje sa më të madhe të produktit që dënë me shit. Nuk e zgjedh mënyrën. Sepse fundit biznes janë këto parimet që ndiqen. Me investu pak, me fitu shumë. Kjo është logjika biznesit. Po mu më dhem shumë se digitalizimi mas pari goditi median, e degradoj median me të madhe. Për shkak se digitalizimi edhe ndoshta edhe në sfera tjera, sa ka të mirat e veta i ka dhe të këqijat. Nëse tash na pushojmë që gjithçka po digitalizohet, prej shërbimeve, prej mënyrës të bëmit biznesit, gjithçka po digitalizohet, po në radhë parë ka godit median shumë keq. Qënëm, po mënej që jemi si me thonë, trendin më të hofshëm të kësaj, po e mirë është që
Në Kosovë vazhdon me pas gazetar shumë mirë, vazhdon me pas media, vazhdon me ekzistu që ky shpirti që para interesit financiare, ndoshta interesa tjera, e ka që dashnin për profesionin me bë tema të mira. Edhe në qef që na me rujt për shkak se është ka me qenë shumë vështirë me rujt. Në një shtet të tri, në një shoqniku për një me kemi dalë, jemi ballafaqu me shkollë të gazetarisë, me fakultetet tjera të kryne, kena mri me kon shembull për rajan, për gazetari profesionale, për rezistencë që kema bën ndaj këtë pushtetit, na dhe në këtë periudhë që ka kalu, që po flasim që nuk u ka degradimi kështu, ka pas edhe media politike, ka pas edhe media që janë financu, i kanë marrë 2 miliona, në herë di që keni pas bën një raport, kur një grupi media i ka marrë rreth 5 milion euro prej mrena viti prej Telekomit. Jo prej Telekomit, prej atëherë është financu prej grupi do media që u patën bë atëherë prej buxhetit shtetit. Është raportuar në raportin e Komisionit Evropian. Ka dalë që duhet janë financu prej Telekomit. Po, mirë, por çto nuk i kanë baltos, si më thonë edhe këtë media të tjera, apo komuniteti media, mediat profesioniste. Online pra e shkaktoi këto. Online e shkaktoi këto. Kanë rezistu edhe nxjerr për loje njerëz që kanë pas tendenca tilla me kriju, si më thonë, me përdor median si qëllim ose të financimit ose të një mbështetje një partie politike ose në, si themi, me nxit. Po kjo, do të thonë, është evidente që politika ka gjithmonë tendencë me kontrollu median. Kjo nuk është ndodh veç te na ose që po ndodh sot. Ka ndodhë dhe ka me ndodhë gjithmonë. Qysh e kontrollon politika median, deri tani e ka kontrollu kryesisht nëpërmjet biznesit, pra. Se edhe bizneset kanë sponsorizu aty ku kanë konsideru që ajo media është e përafërt me subjektin që ata kanë ndërlidhje ose interesat caktuara. Pra, nëse jo direkt, politika ka ndiku te mediat nëpërmjet biznesit, si derë kaluse. Po tash është kriju, thasha më herët është kriju një mishmash, është kriju një kaos total, që ma nuk mundesh me ditë kush qëndron prapa kujt, kush kë e financon, kush interesat e kujt i mbron, është shumë problem. Po ata që janë i thtar të së vërtetës, ata e bëjnë dallimin shumë mirë. I kanë disa media caktuara që i lexojnë, i besojnë, ka plot njerëz që neve na thonë, shikoni, lexoj 100 portale, po në fund kur du me besu çka po ndodh, hi te jo, këqyri çka të ndodh. E lexoj kohën edhe e di që çfarë është e vërtetë. Ndoshta ndonjëherë këto fjalë dhe këto vlerësime, megjithatë janë një lloj satisfaksioni mas krejt dëshpërimit që ke përjetu, mas krejt sfidave që ki, kur dikush thot, veç juve ju besoj, ose diçka, ose dikush thot, jeni ju, është kjo media një 4-5 media caktume, që megjithatë kanë rujt kredibilitetin, kanë rujt besimin, kjo të bën muni mirë edhe, si me thonë, është një farë infuzioni, një farë vullneti me vazhdu tutje. Që to e thash, qëre, ka njerë për shumë, na diskutoj, na dham shumë, se, si me thonë, ti e she që ma shumë jepet hapësirë bon debat për një përplasje që tash, ose për një gabim, një lapsus që muna me nshu dikush, se sot nështë kur ti e kini paralajmërim që prek drejt për drejt i gjepin e secillit qytetar të kësaj republike kërkesa për 21% rritje të çmimit të energjisë elektrike. Kur ti flet për kostën e qytetarëve, për jetën e tyre, për temat sociale, për çdo probleme që janë shumë më me interes për publikun se sa debate tjera. Unë e bëj një debat sonte për çmimin e rrymës, edhe dikush tjetër e bën një debat a duhet me i pas një burr 4 gra, a duhet me i pas një burr 5 gra. Unë jam e sigurt 1,000,000% që ai debati, a duhet me i pas 4 gra, 5 gra, merr 100 fish më shumë shikime se sa debati ku ne flasim për problemet shumë reale që ky problemi aprek edhe jetën e tij e fëmijëve tina. Jetën tonë tej mase. Inflacioni, çmimi i rrymës, shërbimet e dobta në shëndetësi, arsimi degraduar, cilësia ushqimeve që cilësia ajrit shkëlzen. Bërllogu na ka mblu gjithandej. 2 javë ishim ka me normat më të larta të ndotjes së ajrit në Kosovë. Ndotja e ajrit, ndotja e liçeve. Ti kur e shën çfarë degradimi të thellë janë liçej, çfarë degradimi të thellë janë lumejt.
Gjitha ato vërshime I patëm, pse I patëm gjitha ato vërshime? Po. Si pasojë krejt që ti degradimit Bikqyrja institucione mërë që sati nuk I një hullumtim. Bikqyrja që ndodhin zgjedhje, që ma thëshin do meqt me thëke që ky vetu ka parajs me vjellë në për kejt digasteret edhe të institucione nivellit qendror edhe në për komuna. Se kërkush su marrë me qatë pjesë. Po që nuk mirët kërkush me nivelin lokal, kjo është shumë e vërtet. Për fat keq mediat mas të madhe janë të përqendruar te niveli qendror I qeverisë, të ekzekutivit qendror. Çka tha, çka shkruajti në Facebook, kush kujna I tha kështu, Pushteti lokal është gjysma e pushtetit krejt vendit. Buxheti I krejt shtetit gjysma shkon në nivelin lokal, absolutisht s'ka vëmendje të mediave, përjedhoj ka shumë liri me abuzu, me keq përdor, me keq qeverisë, janë larg lupës mediave. Fatkeqësia të edhin që këmë një farë në zgjedhjet komunale, këmë shku në shumicën e komuna, apo dini edhe organizata jo qeveritare lokale që ju në kanë, asjo s'ishin. Domethënë ti s'ka në mbikëqyrje as për nivelet po jo bra se në narracionin publik dominon kjo, do të mi marr 5 gra, mi marr 4 gra, para mendoj ta çfarë niveli degradimit, unë nuk po du me tingëllu sot kritike për kolegët e mi, se është keq tash ta shohim njëri tjetrin, se misioni ynë është me u marrë me fenomenet e tjerëve, misioni ynë është me ndjek politikën apo qeverisë mirë, apo na bën jetën tonë më të mira, më të keqe, nuk është mision me kritikun njëri tjetrin, po fatkeqësisht duhet me thonë, të mbizotron ky narracion I ndërtuar, e ndërkohë është ajo thonja të kalon Arusha para syve dhe nuk e sheh. Ariu në dhomë. Nuk e sheh, gorillat që si pa, del para syve nuk e sheh, tu marr me diçka që është për mendimin tim, për perceptimin tim është nonsens, komplet nonsens me I dhënë rëndësi debateve tilla që na degradojnë si shoqni, na degradojnë, na shkatrojnë nëse kemi pas një periudhë kur besojshim që kemi marrë të marrën, edhe duke qenë se jemi gjeografikisht në Evropë, synojmë të jemi edhe të integrum si evropian, kemi pas bindjen që po ecim në drejtim, ta shpeshherë të mushët mendja që kemi marrë një rrugë tjetër. Krejt tjera vlera jemi të mbështet, krejt tjera vlera jemi të përqafu, sepse ty të bëhet standard ai lloj diskursi, ai lloj debati, edhe dikur e merr si të mirë qenë ka krejt normale kjo që po thojnë njerëz në televizion. Pasoja është se çfarë modele jena ty ekspozuna, që nesër me I pas ndoshta gjeneratat e reja, me këshirë me tha, okej, që kjo ka rruga, ose që kjo ka profil. Promovojmë ekstreme. Çfarë standard jena ty krijuar me shta? Jemi të promovu ekstreme. Ekstremet nuk janë asnjëherë të mira. Absolutisht nuk janë kur ekstremet s'kan prodhu kur diçka të mirë. Qoftë nëse diskutohen si aspekt politik, e dim çka prodhojnë ekstremat, si njëra anë si tjetra, qoftë edhe aspekte tjera sociale, shoqërore. E pikërisht ekstremet nxisin senzacion. Mos tingëllojmë sikur na, po. Pikërisht ekstremet nxisin senzacion, e senzacioni është bë shumë atraktiv për median, I shkon pas edhe po na mbizotron senzacioni. Fatkeqësisht. Që mos të tingëllojmë nështë që kur na nuk e dimë, nuk e kuptojmë që duhet me kanë edhe showbizin, media, duhet me kanë edhe këto tema që trajtohen. Mirë, po qëtu e kanë edhe një farë standarde, e kanë një farë rregull, e kanë edhe kohën se kur transmetohet. I kanë edhe do filtra dhe ku mundet me shku. Në shqetësimin që për shprehum shumica e gazetarëve në këtë vend është që na kena rolin, koha prime time-it, kohat e debatet çfarë duhet me nxit në shoqni, në nivelet që konsiderohet që edhe një farë kontributi, si themi, ekspert, profesionist, intelektual, tash në qëtë nivel ne kemi nëshu çdo tema. Atë se çatje në emisione, do emisione të mesditës, do mas orës 11-12 natës le transmetohet, se ka vend edhe për këto. Mediat na përbot I dhonë edhe këto hapësira, po kur kombinohen, sidomos kur kombinohet showbizi me kronikën e zezë, shkon në ekstrem, domethënë, përmbajtja, në kuptimin që nëse një figure të njohur publike I ndodh diçka në familje, qoftë ndaj tragjedi, qoftë ndaj zëng, çka do qoftë,
atëherë bëhet shumë interesant për opinionin. E keni vrejt. Saktë. Ka ardhur momenti që ty të bëhet lajm sapo hyn në Facebook ose në rrjete tjera sociale, e sheh një 100 herë lajmin e njëjtë se si një këngëtari i ndodhi kjo, se si një futbollisti i ndodhi kjo, si çka i tha nana këtij, çka i tha baba atij, domethënë bëhet content shumë interesant për opinionin, kur kombinon këto dyja. Përmbajtja roz me kronikën e zezë. Që tu tani jeni aty ty e shkel etikën profesionale, që tu jeni aty e shkel privatësinë e dë njerëzve. Që jeni aty një mori. Na jemi në një moment. Shkeljesh që na jemi në një moment shumë të rrezikshëm të privatësisë dhe nuk jemi të e ditë. Se për më tepër përveç se mediat po e shkelin më të madhe privatësinë, unë shqetësona shumë se edhe autoritetet e rendit e shkelin shumë privatësinë e njerëzve. Më ndodh mu sot diçka, kam frikë me shku në polici me denoncu. Se mas 15 minutave e shoh veten në krejt portalet e mundshme. Edhe bëhesh me njëherë bëhesh ushqim i këtij kontentit online, edhe bëhesh me njëherë ushqim i gjykimit publik. Këtu është rreziku më i madh. Cenimi i privatësisë prej autoriteteve të rendit. Unë nuk e di kush ju ushqen ato portale, a është policia ajo, a është prokuroria, a është hetuesia, nuk e di kush, po rreziku më i madh është që autoritetet e rendit janë të shkel privatësinë tonë. Posaçërisht nëse dikush është figurë publike, e ka shumë vështirë sot me mësy policisë me denoncu, qoftë dhunën familje, qoftë shkeljen e të drejtës në pronësi, qoftë zënkën ose përplasjen ose interesat me një institucion caktuar, do thot me automatizëm ai ka me qenë përmbajtje e rrjeteve sociale, përmbajtje e një portali caktuar që pastaj shumë fishohet, shumëzohet me shpejtësinë e dritës. Kjo është më e rrezikshmja. Do thot përveç mediave, rreziku më i madh është se kësaj po i kontribojnë edhe autoritetet e rendit. Ky është shqetësimi më i madh. E pata këtë Sugojevën. Po, krenare Sugojevën. Javën e kaluar këtu, edhe më çmendi kur tha kemi pas raste kur i nërë kanë bërë ankesë, ka shku viktima e ka denoncu një rast, ose një qytetar u shku e ka denoncu një rast, të nesërmen e ka po emnin e saj në përkejt gazetat. Policia ja ka nxjerrë emnin personit që ka denoncu. Nuk e di policia, nuk e di, nuk mujë me thonë. Policia, se nëse e ka denoncu në polici, a i s'ka kështu që merë... Po kur e denoncon policia e njofton prokurorin me njëherë. Po, ose prokurori, me gjithat organet e rendit, shteti. Një halk, si me thonë, një zinxhir me disa halka, nuk e di kush, por e rëndësishme është që autoritetet e rendit po e bëjnë këtë shkelje, me apo pa vedije nuk e di, me apo pa interes caktum nuk e di, po kjo është rreziku më i madh. Kombinim autoritetet e rendit edhe një pjesë e mediave. Kush po e bën, nuk mujë më të thonë se çfarë shpejt po përhapët, si me thonë, edhe çfarë shpejt po kopjoti, ma nuk e din kush e nxori i pari lajmin, kush po e kopjon. Rasti fundit e asaj tragjedisë me nanën e vet që vrajti njëna prej mediave në Kosovë që merr fonde gjatë majme këtu, e që duhet me kanë qëton që i kena kritikna, gazetarët e tyne në shtëpi, ishin shku para shtëpie e bëjke raportimin e vendin ngjarjes. Domaja identifikoj ke shtëpien, identifikoj ke ato, edhe ti thuaj ka dalë se qytetari ka me marr vesh tash, a duhet me u bo qështu, a s'duhet me u bo qështu. Po sensacioni, emocioni, algoritmi, se njerëzit preken emocionalisht, kur shohin një lajm i biri vrot nanën, me pa tjetër kureshtja është me hime po. Kjo është lajm. Po, edhe media fiton prej tragjedis dikujt kështu. Përderisa dikur për median kanë qenë thjesht iniciale, edhe kronika zez ka zonë vend dikun krejt poshtë te gazeta, sot është top lajmi se cilit portal. Se cilit se algoritmit pra ndjek këto edhe kryesi veprës duhet me u ekspozu. E kom thonë shpesher, edhe ka ndodhë në për venet shumë, gati këtë venet e botës. Po jo ma nejti me shku mi janë zjerë edhe kitë kanë e ka nane, kanë e ka babe, kanë e ka vlae, apo këpëtan, tani ton kohën që kjo algoritma... Me persekutu krejt familjen.
Po dhe? Ka herë edhe ti e sheh që nuk ndin as dhimbje, as ka ona tjetër tani e viktimës me. Zero. Ky është rreziku kur media shndrohet në armë të dikujt. Në armë, me luftu dikant. Pse me luftu dikant? Për një përfitim të vogël financiar. Se kemi ardhur në çat moment, unë po flas për komplet tregun mediatik, jo për një media, jo për një portal, jo për një televizion, komplet tregu mediatik është tu kalu një krizë serioze, e që ne nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë pasoja ka na sjell të ardhmen. E thash më herët, po e përsëris prap. Ka me qenë të ardhmen edhe më keq, edhe më shumë, kur të mësohen njerëz, kur të sofistikohen përdorimin e inteligjencës artificiale. Atëherë ka me qenë pasojat më shumë sa vetë mediat, nështë se zbonët kiameti edhe nëse mshelem do media, po pasojat janë të qytetarët e të që këtë ven, edhe të që kjo e ardhme që ka jenë aty ndërtuna. Jo, ka me qenë shumë problem me bo dallimin, kush o media, kush o media. Nështë në këtë moment edhe dallojnë njerëzit, po dikur ka me qenë tepër problem. Një mos, të kthehemi pak të karriera jote. Qysh ka qenë që kë rrugtim? Tash, kjo aspekti personal. 26 vjetë, po më duhet 26 ditë më të kallëzuj, që ka qenë. Pika shkurta. Absolutisht. Nështë cilat kanë qenë momentet më sfiduese. E kam thonë edhe një herë tjetër të folë me një kolegë. Çto kam qenë me nxjerr, ndoshta për çta gazetar të ri, për çto kuadra që për ne janë startin e kanë shumë përgatitur më shumë se sa na ndoshta kur e kemi nis gazetarit. Mundësit i kanë shumë më të noja, po kanë herë ndoshta për mungon edhe që motivi që kjo. Besoj që secilit i pëlqen më shumë të mbot profesioni vet. Secili që dëm profesionin e vet thot nuk e kisha ndru profesionin tem me asgjë tjetër. Po një herë të fol me një kolege të punës tem, e moj mend që ja kam pas krahasu profesionin ose krejt që truk tim që thu 26 vjet i pa ta thonë kështu. Mu më duket profesioni jam sikur me pa një film me ngjyra, një film aksion me shumë adrenalin, nëse e krahasoj me çfarë do profesioni tjetër. Kam përshtypjen që çfarë do profesioni tjetër kish me qenë bardhëzi. Shumë pa dram, shumë i qetë, i një trajtshëm, ndonjëherë i bezdisshëm, gazetaria nuk është ashtu. Gazetaria është aksion çdo ditë. Ndonjëherë të lodh, ndonjëherë dërmon, traskapit. Po aq shumë ka adrenalin, sa që gjithmonë është interesant, edhe ti pret, si filmat aksion, pret çka po ndodh tutje. Por kjo është ajo që të mon, është tepër profesion atraktiv, tepër i lodhshëm, po në fund ditës kur nalesh me mendu, a ja ka vlejt, po ja ka vlejt, se ta ka bëj jetën shumë interesant. Është pak trishtuese kur e shes sa shpejt kanë kalu 26 vjet. Ku shku 26 vjet? Ku janë? Ku mbeten? Çat shpejt kalon dita, çat shpejt kalon java, muj sa nuk e sheh. Pikërisht për shkak të kësaj dinamikës. Ndajherë shumë presion kohë, ndajherë shumë tension në punë kur gjendesh në këto dilemat e mëdha, çka me bëa, me plasua, mos me plasua, me thon informatën, ajo është shumë tensionuese. Po në fund ditës shumë interesant ka qenë. Edhe më kthy prapë edhe një herë, me thonë, a e zgjedh as zgjedh gazetarin? Gjithçysh. Një profesor na pa thonë në vit parë, tha ndoshta çdo ditë keni me pas momente kur keni me shas si profesion, po me zis keni me prit nesër në mëngjes, po që më shkon punë. Edhe me vazhdo këtë profesion. Në mes dy ekstreme. Unë veç 2 ditë jam okay në shtëpi, nëse rri tretën ditë me nxespres me shku në punë, me nxespres me shku në televizion. A ke pas kësi momente kështu që dëshprimi, kështu, apo dhe në këto që i diskutojmë na edhe aspektin si grua, mandej si non, si qëto sfidat që ndoshta janë shumë, si me thonë, barë ma e madhe për një grua, këtë profesion, se sa ndoshta për neve burra, se na me gjithat jena pak dëshprim nuk e di, a muj me thonë që kam qenë e dëshprume, se po të kisha qenë në atë pikë, nështë edhe kisha heq dorë, se fundja njeri kur ka familje, sakrifikon edhe karrierën personale për familjen, se mbi gjitha familja, fëmijët janë gjithçka në këtë jetë. Po që ka pas vështirësi, duke qenë non me 2 fëmijë edhe me një pozitë aq të rëndësishme në televizion ka pas vështirësi, padyshim. Për shkak se puna në televizion nuk ka orar të caktuar. Shkon në ora 10 mëngjes, siç i kemi marrë mbledhjet do herë, edhe del prej televizionit kur të kryhen krejt punët.
ose me mbaj debat tash dikush menon që ti del aty në televizor një orë dhe qaq. Po nëse duhet me dal një orë në televizor me majt atë debat, ton ditën ki me pas angazhim, me u angazhu, me përcaktu temën, me ndjek fillimisht, me ndjek çka po ndodh gjatë ditës, me përcaktu temën, me përzgjedh njerëz, me shku redaksi me u përgadit, ndodh që në moment fundit përmbyset komplet ajo çka ke bo gati të ditën, siç më ka ndodhur para 2-3 ditëve. Komplet është përmbys. Kemi organizu panel tjetër, diskutim tjetër, komplet përmbajtje tjetër, në ora 4 pas ditë duhet më thonë faleminderit, më falni një ditë tjetër, jo se sot duhet me tjerë se ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme. Kjo është shumë sfiduese, është kanjëherë të krijon ankth, të krijon tepër stres, të lodh dërmon, po kjo është profesioni jonë. Dëshprem. E kur e mena 26 vjet, thash, nuk ka qenë e lehtë as pak, po prap e kisha zgjedh gazetarinë. Gazetarëve të ri. ri. Sa që ankohemi të ditën. Sakt, gazetarëve të ri. Çfarë kishe thonë? Sa ndoshta janë çato motivet më të mëdha. Na e di, kemi thosh shpesh që nuk ka profesion është ta që të përmbush më shumë, dhe nuk ka profesion është ta që të jep që të mundësinë që ti si të themi me kanë edhe informun, edhe i përgatitur në shumë sfera, shumë segmente të jetës. Për me po botën kështu prej një peizazhi shumë më të madh, profesioni i gazetarisë ta jep që të mundësi. Po tani janë edhe çto obligimet, edhe çto sfidat, edhe çto ndoshta çto sakrificat që ti veç duhet me dosh shumë si zanat për me mujt me adal ose për me mujt me qëndru në këtë. Unë gazetarëve të ri pikërisht këtë e kisha thonë. Nëse e duan si profesion, le të zhytën to pa asnjë lloj dileme. Po gjithsesi të pas parasysh që nëse e ruan integritetin, nëse e ruan profesionalizmin, nëse e respekton etikën e gazetarisë, shpërblimi që merr nuk është në kundërvlerë financiare. Absolutisht, se e dim që tregu medial nuk ofron pagesat më të mira, më të leverdishme, po të ofron diçka tjetër, këtë satisfaksionin që kur takohesh me dika dhe kur me dika ta vlerëson ta çmon punën. Mbi të gjitha e din funditës që ti ai person që e ke kry misionin tënd, pa shku në shtëpi me ndërgjegjen e lëndume, a bona gabim, a nuk bona gabim. Fundja është shumë satisfaksion i madh fakti që ke kalu tan ato vjet me një medium edhe nuk je përballë kur me një padi për shpifje. Nuk ke marr as një padi për shpifje. Pse? Se ke qenë shumë i kujdesshëm me ato që ke thonë, ke qenë shumë i kujdesshëm me ato që ke bo, se folëm te tash dikur nuk ka qenë e lehtë. Fjala publike ka qenë përgjegjësi e madhe. Megjithatë, kemi plasu shumë çka. E dim shumë mirë që tash po e them pa modesti. Koha ka qenë top media për guximin, për verifikimin, për plasimin e krejt skandaleve që ka ndodhur këtë vend. Ka modeli krejt gazetarëve në Kosovë, ashtu me. Tash duhet me pranu të vërtetën. Kjo është kënaqësia që ta jep, do thotë krenaria që ti e bart, që ke kry profesionin tënd me ndërgjegje, edhe tu e respektu etikën. E nëse duan të bëhen gazetar, le të mundohen me respektu këto standarde, se përndryshe nuk je gazetar, tu e kopju për mbajtjen e tjetrit, tu e tjetërsu për mbajtjen e tjetrit, tu e keq informu, tu e degradu komplet diskursin publik të një shoqërie. Sakt, mbi të gjitha, vlera më e madhe e këtij zanati është që gjithmonë ti e din edhe duhet me ndi që jeti kontribut mirës publike. Që sajna që nuk është domosdoshmërisht e mirë personale, por të mirës publike, kjo nënkupton tani një tallme më të mirë të fëmijëve. Po fundit nëse nuk mundesh me i kriju një të mirë publikut, s'paku mundo mos me i bë dëm, mos me i bë keq, sepse është keq kur i bashkohesh atij vargonit të krejt këtyne njerëzve që degradojnë, shpifin, nxisin gjuhë të urrejtjes, se ndonjëherë pa vetëdijshëm
mundesh më ndikue dhe më influencue dhe dikush Ke që aty në trendër që dikush krejt i tret që ndoshta nuk i përket hiç shoqërisë tonë. I përket një shoqërie që na e kemi armik të përjetshëm, ndoshta ata janë sponsorizues e kësaj gjuhe, këtij diskursi, ti nuk e den, bjen viktim e tyne. Bosh pavedishëm pjesë e atij rjeti që sponsorizon degradimin e diskursit publik që është shumë i dëmshëm për shoqërinë tonë. Të marr parasysh çfarë niveli të arsimimit kemi, që nuk është për lakmi, e të marr parasysh 100 tjerë faktorë social që ndikojnë në disponimin edhe në sentimentin e shoqënisë. Se fundi jetojnë në Ballkan, dhe nuk është hiç e lehtë me qenë pjesëtar i një shoqërie ballkanase. Që këta në menaj që janë të këshpërdor. Një pjesë e madhe e njerëz. Tash Ballkani është një farë lloj pellgu i tensionit e këtyre historive krejt që folëm të i tash dhe nështë është terreni më i lehtë për me i zhvillu çdo lloj fenomene. Mimoz, shumë kënaqësi, të falenderoj shumë. E shumë zgjatë shumë këto. I vjen nisë me podcastin anës si vetoni me 3-4. Jo, se pastaj kur vjen ti te on në emision kak merrem, ma gjatë se që duhet në emision. Përndryshe, po i përcjelli, një është t'i bon jashtëzakonisht mirë edhe ka erë, sidomos to me Blerim Shalën që e pat vetone, po flet për podcasti vetonit. Janë fantastike. Po më edhe mirë është po kthehet çat bagazhin e tij është ka feedback shumë të mirë, me të vërtetë. Ndoshta jo kështu publikisht njerëz që shkruajnë se janë një kategori e njerëzve që ndjeken, pra duan me pa diçka një përmbajtje serioze, një përmbajtje të mirë, po ka shumë feedback të mirë podcasti vetonit. Edhe diçka që e vrejta, që më mundona me thonë njerëz të tjerë, do këshërën në kora të caktuar, në momente të caktuar më kritike për kombin, për shtetin, për popullin e Kosovës, për shkak çfarë kontributi dhe çfarë roli të jashtëzakonshëm kanë tregu do njerëz do panat e ndritura të gazetarisë që në ato momente kanë qëlluar që ato procese. Që ka jam krijohet përshtypja që roli më i madh u kanë tyne ndoshta se sa i do njerëzve që kanë bart pozita politike. Kujtoj edhe ato ma kujtove një thonje të profesorit tonë të gazetarisë Ndjerit Ramiz Kelmendi, i cilit siç e din shumica e gazetarëve kanë marrë mësim. Ai thoshte, derisa shoqëritë tjera i nxjerrin figurat qoftë yjet, qoftë figurat historike i marrojnë prej lloçit, ne jemi shoqëri që i hedhim figurat më të ndritura në lloç, që i hedhim yjet tona në lloç edhe i shkelim me kam. Dhe Ramizi ka pas këto gjithmonë. Na thoshte atëherë kur s'ka pas as rrjete sociale, as media ka është përhapura, e përsëriste shpesh. Edhe më shumë mirë, ma kujtove tash. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty.